Kandidati i pavarur për komunën e Dibrës Ramadan Imeri, i cili kaloi në raundën e dytë të zgjedhjeve lokale, në emisionin Debat në Shenja, tha se kanë 8 projekte të parashikuar për Dibrën, por 3 të cilët janë të domosdoshme dhe urgjente. Ai tha se njëra ndër to është edhe parkingjet. Ne i thomi në Dibër pazari i vjetër do t'i kthehet siç ka qenë më përpara, që do thotë të rikthimin e parkingjeve në pazarin e vjetër, sepse është janë dëmtuar shumë tregtarët, parkingjet tek bulevardi Iliria, tek salla sportive Dibra, po ashtu edhe pas Foshnjores, ne i thomi, Breshja, që do të përfitojnë parafasisht deri në 700 apo 720 parkingje. Imeri tha se ata kanë projekte për ujin e pishëm, ndërsa përmendi se investimi do të bëhet nga shoku i tij në SBA, ndërsa kostoja e investimit do të jetë $500.000. Ne të gjithë e dim, por edhe mërgjimtarët, por edhe qytetarët e Dibrës, që uji i pishëm në Dibër gjatë verës mungon. Por pothuajse edhe dimrit. Ky është i gatshëm të investoj në këtë projekt, të cilin e ka edhe të gatshëm, që më njëherë pas mandatit, do me thënë, pas 3 nëntorit, do të fillon për rindërtimin e ujit të pishëm në Dibër, por jo vetëm për ata 15.000 e sa banor, por do të jetë me një numër për banorësh deri në 20.000 banor. Imeri ju bëri thirrje Dibranëve të dielën më 2 nëntor të dalin në numër sa më të madh për të votuar dhe siç tha, ta rrethojnë në numrin 40.